pas gjë tjetër. Kategorisht jam kundër shkruajtjes prapë në zgjedhje. Në vapirë me në të usha se kanë diskutu tjetë. Diskutime normale grupit parlamentar. A pritet të ketë takim gjatë ditës së sotme? Sot nuk pritet të ketë takim domethënë. Do të diko zonën Bajrami na tha herët që dedikohet ka këmbë postën e presidentit. Lutem dia dash konferencë. Jam në pakuar në momentin e poshtë. A do të ketë takim sot? Nuk pas gjë tjetër. A pati përgjithësi sot në ndërja? Ka edhe marrëveshje të tilla, atë që po e ofron tani Zotit Kurti, disa pozita në qeveri, të cilat në fakt mas disa jave edhe mund t'i marrë. Po edhe marrëveshje të tjera, ku LDK-ja potencialisht mund ta marrë pozitën e presidentit, edhe kjo konsideroj që është një balans i pushtetit për Kosovën, dhe atëherë natyrisht që do e konsideroj me shumë seriozitet. Po ajo çfarë më thon është që kategorisht jam kundër shkruajtjes prapë në zgjedhje, dhe jam për një marrëveshje të mirë, e cila është marrëveshje e mirë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për Lidhjen Demokratike e Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë ka pasur në interesin e Kosovës, dhe kështu konsideroj që duhet jetë. Duhet në vizotraj dhe të mbi vendosur secilit interes personal. Në vapirë me në të usha se kanë diskutu tjetë. Gjithsesi principin ka qenë edhe dy palë zgjedhjet e kaluara që nuk ka vijat ku që ka asnjë rezultat tjetër. Por duhet shohim programin, duhet shohim idenë, duhet shohim tamën e Kosovës, duhet shohim mënyrën si qeverisë së vendit, duhet shohim cili është raporti i Kosovës me partnerët ndërkombëtar të temat kryesore. Nuk është më si cili individ, cilin funksion e ka, apo se kush çka po gradit. Si është me pa mundemi të bëni një program për bashkë qeverisë dhe mbi bazën e këtij programi pastaj kush e njerëzit që mundin në shtyp apo. Nesër jeni të ftuar vetëm për konstituimin e vendit apo pritet që mund të ketë diçka edhe për qeverinë? Nuk ka qartë të zyrtarisht për kuvendit. Ndoshta ka ndaj plano zero në shpipat në pritës, po nuk e di. Po di që më të thonë, po ftesë zyrtare nuk ka.